Është e qartë që ne jemi në kushte ku Edi Rama, që ka 12 vjet që kontrollon Shqipërinë praktikisht, ka një qëllim, t'i bëj zgjedhjet që t'jenë thjesht informalitet. Që të bëj të pamundur rotacionin politik në mënyrë demokratike. Më fal një sekond, po mirë është shumë afër, po them deri më sot po. E ka bërë, deri më sot po. Si nëpërmjet sidomos duke sulmuar opozitën. Një, duke sulmuar, denigruar opozitën, dy, duke i mohuar hapësira opozitës, e dyta. E para, e telendis, dhe e dyta nuk e lë që të ketë mundësi hapësirë ku të flasi. Kjo ndodh rëndomt nëpër media. Në media është, po ta shikoni... Pun ka më burë. Ka do bëni ju, o zotëritan? Ta i mund ju razë inteligencën aty të flasë ajo vetëm? Atër, unë po të them kontekstin, dhe të them pasaj... Jam i këtë drejtë shumë. Po ta them apo... Po thue, pra? E njëjta gjë po ndodh në parlamentin. Parlamenti është një hapësirë ku opozita vë përballë majorancën edhe i kërkon llogari, se këtë bën opozita në çdo vend të botës. Parlamenti është një vend ku flitet, ku ti ke mundësi të kërkosh llogari majorancës. Kjo është, i bën opozit majorancës, dakord? Edi Rama tani po bën gjithçka që dhe parlamenti ta zgjesojë dhe parlamentin, që parlamenti mos jetë një vend ku... Jam dakord me këtë unë. Opozita në parlament po zgjesohet vetëm. Unë ta mbaroj pastaj ti më thuaj që po lëre më tani më opozitën selam, nam tani me këtë opozitën tani ky është i vend në botë që e ka marrë qaf opozita tani. Po lëre opozitën tani më valla. Keni 2 javë në parlament. Lëre opozitën se mbylli opozita parlamentit tani, të lutem se jemi... Ja, e kupton për çfarë flasun? Jo me një minutë burr. E kupton për çfarë flasun? Keni 2 javë në parlament që merreni... E kupton? Paka shumë të njëjtën gjë. Ky është i vetmi vend në botë që kur të shkruajnë historinë do thonë Shqipërinë e morin qaf opozita. Kupton, nëse në gjithë, kur bëjnë historinë e vëndeve, thonë diktatura, pushteti, ky është i Balli e morin qaf. Ky është i vetmi vend në botë që do thonë e shkreta Shqipëri e morin qaf opozita. Por nëse është tur tani qa thoni për në re Rama, po doj Rama sa të pun ka, arrini do t'ju Rama. Më lejo të mbaroj një argument, ta mbaroj të qatë në fund. Po mbaj vetë një sekundë, një sekundë ta themë. Po nuk është debat, se tani ti më thua mua ti direkt e opozita, po mbaj një pak vetë më. Po me që fune për rolin e parlamentit. Po ta mbaroj një sekundë nuk pastaj. Si përdor policinë kundër opozitës. Po jo mori jo, po lëre, shiko, më falni, nuk ka... Atë do bëj, do bëj liksin. Nuk ka asë një vënd në botë që bën përgjegjëse opozita, në Rusi mundet, po në Rusi, thonë dita fatkeqësitë në Rusi ndodhin se opozita saboton ku diçka bën. Është e sigurt, po ta hapësh lajmin. Në Shqipëri, në Rusi jam i bindur që midis tjerë thonë opozita janë të degeneruar, janë të shitur të amerikanët, janë, kupton, tu në format të ndryshme ndodhe njëjta gjë. Jo, këtë ju e përishke me të për atë punë, po, hajde. Nuk po ju akuzojmë juve se juve po grabisni shqiptarët, grabitin e bën Rama. Juve po ju akuzojmë se jeni të pa aftë, dhe nuk e kam për ty, po e kam për... Tu ndodh rëndom. Jeni pa aftë që të kryoni den që ne jemi alternativa e dur për përmbysur Ramën. Kjo është Po problemi. konfirmon të njëjtin gjë që po them unë. Po, këtë po konfirmon. Që faji ka opozita, tani edhe parlamenti që ka një kryetar, që ka një kryetar të zgjedhur nga majoranca, që bën çfarë i thot ai, i thot Rama, shikoj se dua mbyll ku vendin, ë? Edhe ai tjetri thot sapo ngrihet dikush aty e ngre zërin e mbylla. Po si përgjigjet? Po prit ta mbaroj një sekond. Një sekond. Duro. Edhe faktin që majoranca mbyll parlamentin, mbyllet parlamenti, dakord se u bezdis ai nga zëri, se ngriti zërin dikush aty, na e pas ka fajin opozita. Po tani kuptoni se sa qesharake është kjo gjë. Po këtu është aq e rëndë. Situata është aq e rëndë se këtë po diskutonim. Këtu ka 12 vjet që ka një propagandë të frikshme që gatuhet në zyrat e kryeministrisë, ka 12 vjet që nëse mendon një 18 vjeçar praktikisht edukuar vetëm me propagandën e Edi Ramës, sa nuk ke më nevojë t'i thuash sulmoni opozitën, se sulmoni opozitën kështu automatikisht. Në 91-shin unë isha 13 vjeç. Unë isha i terrorizuar nga priftrinjt, nuk e di ju. Kujtohet? Nuk kishin nevojë të ma thoshin mua se kishte mbaruar puna. Mu deshën vite që të shkëputesha nga kjo, edhe këtu, ore kemi, ju nuk kuptoni një gjë, ka 12 vjet që gatuhet në zyrat e kryeministrisë propaganda dhe pastaj shpërndahet në të gjitha format. Edhe kur ishte Berisha në pushtet, gatuaj prap propaganda antiopozitare kundër Ramas atëre. Po Rama erdhi në pushtet ama. Problemi që ndron. Nuk është problem pse ai ju shan juve, se ai atë pun ka. Problemi është ju si ti bindni shqiptarët që ai po gënjen dhe unë jam tjetër. Dhe në momentin që ju nuk i ofroni një alternativë shqiptarëve, patjetër shqiptarët do votojnë, nuk i besojnë kaq. Tani për parlamentin, me që folë për parlamentin,
Po themi, në parlament, ju edhe kur e keni fjalën, keni 2 javë merreni me proces verbali më burr. S'ka fol fare, po s'ka fol asnjë fjalë. Ai s'ka fol me jo, po opozita, se ç'a bëjnë ata? Ata bëjnë marrin për procedurë, rrin merren gjithkohës. Më fal se ju jeni vërtet. Pra s'ka parlament më valla se ju jeni të çuditshëm. Tani ti ke ardhur për të më pyetur mua se ç'a ndodh në parlament, apo e di më mirë se unë se ç'a ndodh në parlament. Ti ke ardhur të dëgjosh mua se ç'a ndodh në parlament, apo nëse ti e ke përgjigje. Por e jep televizori, s'ka nevojë të televizori. Po një gjë është shkosh televizorin që çfarë përcillet nga propaganda e Edi Ramës, e tjetër gjë është të dish se ç'a ndodh. Parlamentin live. Ore më fal. Unë sot pash gjysmore. Ore më fal. U morë me proces verbalin e javës kaluar. Do të ngrihesh aty, fol bambum bjeri, do asnjë lloj thelbi, asnjë lloj. Dhe ai Rama të domat merret me proces verbalin. Mos merrni me drogën, mos merrni me pallatet, me betonin, mos merrni me kullat, mos merrni këtë do Rama me proces verbalin. Sa ka parlamenti? 3 javë, 1 shkoi me sherr për diellën, 2 tjerat me proces verbalin e diellës. E di ku është problemi? Unë nuk besoj se tu të kanë thënë tani që të merresh me këtë punë, t'ja fusësh komplet kot, siç po ja fut. Më fal që ta them. Por ti e bën vetvetiun që. Para njerëz po ja fut kot, ty të kanë, po ja fut kot sepse po ja fut totalisht kot, sepse nuk ka asnjë përgjegjësi opozita në parlament. Nuk e vendos opozita se ti nuk e di. E thua nga pa. Po thua pa ja fut kot. A është e vërtet kjo që thash? Jo, mos është fare vërtet. Kjo që po thua ti nuk është e vërtet. Sepse për çfarë flitet në parlament nuk e vendos opozita, por e vendos maggioranza. Dhe opozita i ka duar të lidhura. E vetmja gjë që mund të bëj, po ti them 2 fjalë, namash, prit të them 2 fjalë, unë se bëre tani. Se po më akuzon kod vëlla. Po s'po ta akuzoj tani se ja fut kod, do të them që ja fut kod, sepse po të shpjegoj. Po është publik. Por e do argumentin apo jo? E do argumentin. Kjo është ajo që ke parë ti. Dhe që pushteti të kasje, jo mori që ka ndodhur shumë ndryshe, se ti nuk e di. Ti mendon se e di dhe vjen këtu edhe jep mend. Por ti nuk e di, ti po flet për diçka që nuk di. Ti ke parë diçka që nuk është ajo që ke parë. Çka ndodh në parlament, por po ta shpjegoj, më le. Ka qenë live me kamera. Nuk ta shpjegoj qytetarëve se ti nuk e kupton e nuk do ta dëgjosh. Do ta shpjegoj të dashur qytetar. Ajo që ka ndodhur në parlament është që pushteti vendos rendin e ditës dhe thot do flitet për proces verbalin. Dhe e vetmja hapësirë, nuk t'jep fjalën, nuk ka në 5-6 seanca se janë bërë, nuk ka ndodhur, ne kanë bërë kastile, nuk t'japin më fjalën, nuk thonë, fjalën e ka zoti Shehaj, 10 minuta. Tani ta mbaroj, dëgjoj njerë, po më dëgjoj njerë, se pastaj se rrezikon pastaj që të informosh keq qytetarët, që thua opozita. Po informosh shumë keq, Atëherë që ta kuptosh, kryetari i kuvendit ka stile, dakord, thot nuk flitet, s'fletot njëri. Vetmja mënyrë që keni për folur është për procedurë. Po pra, deputetët s'kan qa të bëjnë të shkretët, por prita ta mbaroj një sekundë se s'kan qa të bëjnë, se ti e di dhe nuk e di, po nuk e di, informohu se nuk e di, cila seanca fillon e mbaron me atë, se s'ka gjë tjetër. Po qa jo, merë listën, ore si e ti në Terezit se s'di qa thua. Qa thua më? Seanca është vetëm për proces verbalin, në? Por shikoje. Por shikoje, qa thua, ose për çështje ku s'ka debat. Ore, mbaro proces verbali. Ore, proces verbali, thot tani do votojmë këtë gjë, nuk ka debat. Hajde, votojmë, ngrini dorën, hajde i miru pafshim. Po për proces verbalin e proces verbalin. I ke shiko të gjitha seancat që janë bërë. Por se së shumë s'ka kuptim. I ke shiko të gjitha, unë këtë po këtë tentoj të të shpjegoj, po ti e aq i verbër me opozitën, sa ti është e pa mund të ta shpjegoj, unë këtë po të shpjegoj, me proces verbalet, një sekund. Merë si Rama që moti që mbante dhe atë. Të falë, dëgjoj. Këtë Kristian Brogli se mbrojnë as vetë ata. Ore, janë faktet, unë po të them faktet, ata mund të kenë shumë përgjegjësi, po që janë fakte, shiko rendin e ditës, të gjitha seancave që ka një rendite vendoset, nuk ka në asnjë rendite, nuk ka patur një debat. Ka patur debat vetëm kur do votoj për qeverin, ai qeti pretekstin për 2 veta që ngritën zërin aty dhe tha, çka keni ju? Nuk në flisim më fare, sulë më të flasim. Te kush e ka falë që ngritën zërin ata? Urdhë? Kush e ka falë që ngritën zërin ata? Shkon bëjnë zhurmë kot. Aja të do më. Aja të do më burë, a kuptoni ju që aja të do? Ju s'doni të bëni debat, ju bëni zhurmë. Aja të do më. Edhe i shkonin pas fjes. Unë e fillova këtë diskutim duke thënë. Kur do flasë opozita? Ti vazhdo me opozitës. Po se s'duan më, ata duhet bëjnë zhurmë. Ska pik rendi dite kur të flasë, po të të. Ore, ka rend më se mbaron proces verbali. Mbaroj parlamentin. Se nuk di, iku mbaroj, do votoj, çfarë do votuar, iku mbyll. Po është proces verbali, është kod, është gjë. Verbali dhe votojnë komisionin. Është administrative. Ajo mbaron me 2 minuta dhe vazhdon seancën. Ore, më fal, midis të vesh aty
të heshtësh, të ngrësh thjesht kartonin kundër dhe të përdorësh procedurën për të thënë 2 minuta, 2 gjëra, po më mirë ato 2 minuta. Parlamenti nuk është vetëm për proces verbali, më burr. Urdhë? Parlamenti nuk lidhet vetëm për proces verbalin. Ajo është pjesa e parë e cila miraton atë që ka kalu. Pastaj vazhdon seanca për lidhet edhe vetëm për proces verbalin dhe bashkë me proces verbalin lidhet edhe për komunikime, për shembull njoftime. Dhe kaq, po çfarë njoftime nuk ka, më fal. Nëse më mirë, dakor. Do të disha po se unë nuk po kuptoj se u bë aq lëmsh këtu. Unë po them, parlamenti ka shumë gjëra të cilat do miratojnë ligje, Juve nuk keni plan të diskutoni për këto, dhe nuk e kam për ty, se po bëjnë këtë debat bashkë. Ne nuk kemi plan. Tjetër gjëra ata që bëjnë zhurmë. Po bie në qafë, po bie në qafë kot opozitës, se kupton këtë gjë apo jo? Po i bie, më fal një sekond, Po i bie qafë kot edhe kur i bini, më fal, edhe kur i bini në qafë opozitës për gjëra që janë të zeza në të bardhë, që nuk ka nevojë për komente për opinione. Imagjinoni për gjërat e tjera çfarë bëni ju. Si e përdridhni për ta bërë opozitën? Parlamenti që ishte sot kishte urdhër dite. Mbledhja e kuvendit seancë plenare në datë 29 ora 13, rendi ditës së seancës plenare si më poshtë. Miratimi proces verbalit të seancës plenare të datës 24/9/2025, pika 2 njoftime. Kur do flasë opozita këtu? Ju ishte sot por anë kaluar? Lexoja. Lexoja se ka. Lutem gjej. Sa them unë, javës kaluar ishte ta them unë. Kanë bërë propozim ta për rendite? Propozim të zonë sekretarëve. Po bëhet propozim. Ja, Konferencë kryetare 2 pika. Seanca e mëparshme ishte proces verbali i seancës e mëparshme dhe votimi për komisionet. Ka debat. Ajo më përpara ishte. Për një... Po ndërkohë s'ka nisë për komisionet. Për qeverin? Dakor, është për... Ditën që do të diskutojë qeveria dhe programi qeverisë, a i tha mbyllë pak shpejt se s'do të gjëjtë. Mbyllë më ikë. Ka fajnë opozita këtu. Ikë më burë, pa. Si ikë? Qa merresh me pika rendi dite, kjo është bësh Lorën e Ramës. Mos shkojnë parlament, të po e themu, mos shkojnë parlament. Kjo është bësh Lorën e Ramës, se unë shoh parlament që diskutojnë, a i thotë diskutojnë për të verbalin, këtë diskutojnë. Fare parlament. Shmo betë kodëm. Ta s'do në marrin pjesë në asni... Po të kishte vendosur opozita ti i këte në nuk do të diskutonin mbi këtë gjë, ti nuk do thoshe jo pse flasin këta për proces verbalin, po do thoshe po këta si ikën. Janë votuar për të qenë. Po pra ikë se ne duam të rendite. Janë për të qenë atë. Duam rendite. Po nuk funksionon kështu. Ti para se të flasësh dhe mbati të bësh përgjegjëse opozitën, informohu pak, shiko, pyet dhe nuk do bësh gabime të tilla. Agron. Se bie në qafë kot opozitës. Opozita ka shumë përgjegjësi, po. Propozimin e ke për Bashkinë e Tiranës apo dhe për bashkitë e tjera ku do bëhen zgjedhje? Unë mendoj që Bashkia e Tiranës është shumë e rëndësishme dhe kjo është një gjë e re, një risi e re që nuk kemi bërë ndonjëherë. Le situaj që risia është gjithmonë e re. Po. Tani më fal, një sekond. Një sekond. Dakor, tek të kape. Jo më nuk të kape gje, po. Tani, po mund ta bëjmë dhe për bashkitë. Ta zgjedhje në Vlorë, në Berat. Ta bëjmë dhe bashkitë e tjera. Unë mendoj që e Tiranës është, shiko, Bashkia e Tiranës është e rëndësishme se është e madhe një. Është e rëndësishme sepse është arrestuar për korrupsion ish kryetari i bashkisë, nuk është një gjë e vogël. Kupton, është edhe një mënyrë, edhe ky po kandidon tani, siç e tha me të drejtë, tha një diella e mishëruar, që thjesht hoqi atë sa i viste edhe pa leje, besoj, se prandaj e ka, ë? Kurse kjo beson se nuk vjet pa leje. S'ka diella. Apo jo? Diella s'vjet pa leje. Diella nuk vjet pa leje. Tani, çështja është që ne mund të përfitojmë nga kjo gjë dhe mund të jetë një kthesë e madhe dalja me një kandidat jashtë partive politike. Unë jam vërtet i bindur që nëse ne kemi një qasje të vërtet të këtij lloji për zgjedhjet e ardhshme, kemi shumë mundësi të fitojmë zgjedhjen në Tiranë. Jam absolutisht i bindur. Dhe nëse një ditë do bëhen publike emrat, ka dhe të tjerë, nuk janë vetëm këta që mendojmë ne se janë të duhurit. Ka dhe të tjerë, do jeni dakord me mua që realisht janë kandidat që bëjnë diferencën, bëjnë një kontrast të jashtëzakonshëm me kandidatët e Partisë Socialiste. Unë uroj që kjo mos të mbetet thjesht një mundësi. Po mbi të gjitha jemi dakord me një gjë që them përpara se tani merre pushkën dhe mbrojë opozitën për gjithë tjerë, po t'i thej një gjë shumë të rëndësishme. Për rinovimin e vetvetes, opozita po të hapësh të letrat, ngatrosh datën, të njëjtat fytyra dalin. Këto je, dhe kjo është një problem shumë i madh agron.
Po, për të përnas. Dhe këtu s'ta kam faj numër. Dhe këtu s'ka faj fare Mërtiri. Tiranës dhe një figurë e re që është... Mërtiri nuk ka... Jo më e Dirama di kur të ta vojmë. Po fituam... Kur ti i ka pushteti, Partia Socialiste mund të voglohet më shumë se Partia e Fatmirit ose tjetrit, e nartë blokët.